Mirë mbrëma, Leo, mirë se ju gjej. Po vini pas 4 vitesh. Në fakt, e shikova në YouTube, në janar e kishim për vjetorin e 4, prej kur nuk keni ardhur në këtë studio. Gati kisha pas harru që shdoket. Po, mirë që e gjetë studion, fakt, kom përshtypjen që keni mi gjetë këtë studiot që i keni harru gjatë kohës. Pra, mendon shkurt, vendoset me i bojkotu mediat, kurse tash keni mi lyp se cilën studio për me gjetë edhe për me dhënë intervista. Po mendoj që ky ka qenë edhe një reflektim yni. Në politikë, ai që nuk mëson prej gabimeve që i ka bërë, nuk mundet me ecë përpara. Lëvizja vetëvendose ka reflektu në këtë pikë, ka mendu që strategjia jonë të cilën e aplikuam në shkurt nuk kishte më efektivja, edhe kështu që në rrethonat e reja ne synojmë që të kemi pranisa më të madhe në mediat e Republikës Kosovës. Kjo ma mërmendja që dhe do t'i përmirësoj dukshëm relacionet tona, edhe është një hap i mirë në drejtimin e duhur. Uroj që edhe opozita të ketë mësuar për i gabimeve të saj. Pa dasht, pra me përdesa ju po zat një dorë në bashkëpunimit me media, por asnjë çdo media të Serbisë, apo thjesht ishte strategjia juja e gabuar atëherë, pra i përdorët si strategji mi ataku si në Serbisë, dhe sot po thoni që kena gabu, që i kena trajtu tilla dhe ne duhet me dalë në mediat e Republikës Kosovës. Jo, unë mendoj që ashtu që i kvalifikon ashtu mediat tona si të Serbisë, unë mendoj që është një gjuhë e vrasht, gjuhë e cila nuk ka vend në politikën tonë, unë kur nuk e kam përdorur. E keni përdorur? Nuk e kam përdorur këtë gjuhë. Në shkurt e keni përdorur, jo në raport me media e keni përdorur për opozitën. Jo, kam thënë mes shqiptarizmës dhe atyre të listës serbe. Po do dalim pastaj vetëm pak që ja, çuçi kam thënë është qeveria e Kosovës ose do të bëhet vetë pe shqiptarëve ose do ta bëj lista serbe e urdhëruar nga Beogradi. Ose andej ose këndej. Dhe ajo situata ende ekziston. Edhe në këto zgjedhje do të jetë një farë testi, edhe për skenën tonë politike, për arsye se standardi që ka vetëvendosja në 2021, unë mendoj që ka qenë standard shumë i mirë. Nuk do të me listën serbe të bëhet qeveria e Republikës Kosovës. Okej, dalim atje, vetëm qëndrojmë edhe pak te pjesa mekanizmi i Beogradit, nuk ka nevojë më marr. Te pjesa zoti Konjuca, te pjesa e mediave. Pra, pse duhet më ju besu juve që se keni strategji prap? Pra, çu që keni pas strategji mendon shkurt, që mi bojkotu mediat në emër të këtij polarizimi shoqëror për i cilit pra rezulton që vetëvendosja merr vota më shumë, me kuptu që sot ju një mend mendoni që duhet më rikthyn media, duhet me bisedu me edhe me dhon përgjegjësi, se tek e fundit pra ju nuk i nderoni mediat me praninë e juj, ju nderoni publikun që i përgjigjeni pyetjeve për punën e juj si institucione. Vrejtja jonë, besoj që këtu mund ta bëjmë një dialog. Ky është edhe dialogim që do ta bëjmë, duke qenë pranishëm në media. Për arsye se ato vrejtjet të cilat ne i kemi pas, shumë prej vrejtjeve qëndrojnë, ne edhe mund të bëjmë debat së bashku, debati i kontribon shoqënisë, i kontribon transparencës edhe demokratizimit. Kështu që në këtë kuptim, na e pam që ajo në formën se si u strukturuan mediat në kuptimin e emisioneve qëndrore, në relacion me lëvizjen vetëvendosje, na u ka duk që i keni hyn hak lëvizjes vetëvendosje. Kjo tash mund të jetë vetëm perceptimi joni, me ju pyet juve, ju thoni që e keni kry punën e juj, sepse për atë jeni të thirrur në mënyrë profesionale me Kosovës. Sepse lëvizja vetëvendosje ju ka hyn hak duke i akuzuar njerëzit se nuk është e thjesht, mi thon dikuj që ti je me Serbinë, po dikush që mban pozita udhëheqëse, e mas nej me të vërsul qindra mira njerëz kundër, por kjo ka kosto personale ndaj njerëzve. Pra, kush ka thonë ty se s'po spekoj? Ju keni thonë media, që me thonë nuk e përfaqësoj këtu, nuk im ka bëj pyetje për Leonardin, nuk im ka bëj pyetje për gazetarët e Kosovës. Është thonë që jenë pjesë e luftës hibride.
janë njerëz argat të Vučićit. Pra këto janë sloganet televizjes vetëvendosje kundër mediave. Ose ka pas në tubimet e vetëvendosje. Në slogan zyrtar që kemi. Tubimet e vetëvendosje u bë thirrje mos i shikoni debatet e mbrëmjes. Pra u bë thirrje për bojkot. Pra ju njëjtë i keni bojkotuar mediat, njëjtë keni bë thirrje për bojkot të mediave tek militantët e juj, pra tek njerëzit e juj, ma mirë me thonë. Ajo që kemi vrejt edhe e cila nuk mund të mohohet, besoj që edhe ju ma pranoni, këtë argument, është që në shumicën prej mediave tona, në mënyrën se si janë strukturu emisionet qëndrore, kanë qenë për menimin tim të pabalancuara. Kështu besoj janë. Fushatën e non shkurtit. Po. Në mund se që sho gjyku lëvizjave të vendosje, në relacion me faktet të cilat janë ofru, unë menoj që janë shit ma shumë si perceptime, e jo si argumente dhe si fakte, të cilat qëllimin kryesor e kam pasur me diskvalifiku lëvizjen vetëvendosje si një opcion i cili i ka sjellë të mira këtij vendi. Domthonë është mundu më kriju një fotografi bardhëze, ku vetëvendosja është e zeza në këtë rast, edhe hapësirat që ju i keni dhonë njerëzve të cilët e ofrojnë një alternativë tjetër, o konë ose e vogël, ose e dopt, në rastin më të mirë. Dhe pikërisht për këtë arsye, në lëvizjen vetëvendosje, mendoj që ka lind një farë lloj pezmi, por edhe në lëvizjen vetëvendosje u bë debat. A duhet a nuk duhet? Domthonë lëvizja vetëvendosje nuk ka vendosur një formë për këtë çështje. Gjysma kanë qenë që përkundër pezmit që e kemi brenda, e që po na lëndën, prapë se prapë duhet të shkojmë në media dhe të azgjasim dorën, e prapë të dialogojmë, sikur që po bisedojmë unë e ti tash këtu, që më duket shumë debati qytetërum. Pse mos më bë këtë debat. Mirë, po kanë qenë një pjesë tjetër të cilët mendojnë që atëherë si një farë lloj shpagimi që do të me pas disa prej mediave për këtë që po e bëjnë, më e mira do t'jetë që të mos marrin pjesë fare. Edhe kjo opcion ka fitu brenda lëvizjes vetëvendosje me gjatë shkurtit të këtij viti. Po s'do të harrojmë që ju po generalizoni këto. E kjo nuk ka qenë generalizuar. Ne kemi shku në disa prej mediave. Ajo që ka kemi vendos është që disa prej mediave, apo emisioneve të caktuara, mos them tash mediave, të cilat na u kanë dukë që kanë trajtim të njanshëm të lëvizjes vetëvendosje, e gjykojnë padrejtësisht lëvizjen vetëvendosje, duke i hyrë hak çat fjalë përdora me qëllim, atëherë më mirë është që të mos shfaqemi fare. Pas analizave që i kemi bërë, të zgjedhjeve të shkurtit të këtij viti, kemi ardhur në përfundimin që prania jonë do të jetë shumë më e madhe se që ishte në shkurt të vitit 2025. Prandaj edhe këtë unë nuk e shoh si një hap tash për cilin duhet të grindemi. Unë e shoh si një hap për cilin duhet të përshëndetet. Vetëm si ju pra sot po e shtroni çështjen në rrafshin profesional. Pra ju i keni bojkotuar mediat për shkak se keni besu që studiot kryesorë, përfshirë edhe kjo studio, pra nuk është e balancuar. Nuk është e balancuar.